Tregu i fruta perimeve në Lushnjë ka prodhues që shesin nën kosto, por nga ana tjetër ka edhe fermerë që nxjerrin fitimin nga eksporti i pjeshkës. Triangulli shitër sot me 400 lekë, me 305 lekë, 400 lekë, deri në shumë maksimumi triangulli 500 lekë. Tani nuk ja vlen për të kosta që i shesim neve, se neve harxojmë shumë, harxojmë fuqi punëtore, harxojmë që hedhim këtyre serave të këti unë janë qikë çmime të larta. Jemi tani për si vjetë nuk ka qenë keq, është mirë. Ka qenë me 1.000, me 800, ka qenë dhe me ato të partë të lashtat, ka qenë dhe me 2.000. Edhe i leverdisëm në çmimi. Çmimi jemi shumë të kënaqur, është shumë i mirë nga vjetë, te rreth 1.400, 1.500 të pjeshka, dhe të nektarina jemi te 2.000 lekë, 1.800. Jemi shumë të kënaqur me këtë punë si po ecën tani. Nuk e dim tani, po eci kështu, do jemi akoma më të kënaqur. Çmimet e paqëndrueshme dhe konkurenca nga importet po japin goditje të rënd bujqësisë vendase.